Imagjinoni fuqinë e qetë të përkushtimit të kryer vetëm për Allahun. Kjo histori frymëzuese zbulon ndikimin e thellë të sinqeritetit. Në një fshat të vogël, një grua e përulur ngrihej fshehur azi çdo natë për t'u lutur në heshtje. Ajo nuk fliste kurrë për këtë, madje as me burrin e saj, adhurimi i saj ishte një bashkësi private. Pas vdekjes së saj, burri i saj ndjeu një boshllëk të pashpjegueshëm, një qetësi të humbur në shtëpinë e tyre. Një natë, ai u zgjua me një kuptim të papritur. Adhurimi i saj i fshehtë e kishte mbushur shtëpinë e tyre me një dritë dhe paqe të padukshme. Kjo rrëfim prekës na mëson vlerën e pamas të sinqeritetit dhe përkushtimit të pastër ndaj Allahut. Na kujton se ndikimi i vërtet shpesh vjen nga veprat e kryera vetëm për kënaqësinë e tij, pa kërkuar njohje. Reflektoni mbi këtë mësim të fuqishëm. Çfarë veprash të mira të fshehura mund të kultivoni sot? Ndani këtë histori për të frymëzuar të tjerët drejt përkushtimit të sinqert dhe paqes së brendshme.